Zënun e Lezajn, kryetarin e nderuar bashkëtëtarin, shumë të nderuar dhe të dashur, profesor Smail Hatifajn, përfaqësuesin e shoqatave, organizatës qendrore zotin Ajdin Balaj, dhe gjithë juve me një përshëndetje nga një strofë e poezisë së Nolit. Ai thot atje nisi, atje mbaroi. E unë po them këtu nisi, këtu mbaroi, sepse më 26 prill të vitit 1998, Osman Zhymberi, të cilin e përshëndes përzemërsisht, jo që e kam karshi, po e përshëndes sa tjetjeta, ja krisi pushkën e parë në aksin e magistrales Prizren-Gjakov, të pompa apo të autocisternat, patoni, të lazet ose të pronikes, varet prej toponimeve. Të nderuar familjarë të gjithë dëshmorëve që jeni prezent, unë do të doja që sot në një mënyrë përmbledhëse ti përkujtoj rrafsh 30 burra që na kanë rënë prej 25 deri më 28 deri në ditën e sotme. Këtë punë e kam bërë me shkrim deri tash në 17 libra, do të përpiqem ta bëj edhe më tej, ashtu derisa të më punoje truri, kurse më 27-in në Pruzë, Përudha, është një rrugicë që lidh, një shteg që lidh Fortesën me Xherxhën, prandaj me thanë prita e Bellacërkës nuk është mirë, as prita e Xherxhës. Është mirë që të korrigjohen të dhënat dhe të thuhet prita e Përudhës, sepse pritën e ka kurthuar kolonel Bogosav Shorić, profesori jon i gjuhës serbe, i cili erdhi në vendin e punës major në shërbimin policor të ish Jugosllavisë. Në këtë prit në ranë një ditë përpara, do më thanë në vitin 1998, Fejim Avdigashi i Drenovcit, i vllai i dëshmorit Bedrush Gashi apo Bedrushi vllai i Fejimit. Në ra përparim Ali Thaçi, student nga Lëndovica, edhe Sakip Gjemali Bellaçi i Patërçanit të Epërm, të cilët u ballafaquan në këtë pritë nga breshrit e serbo-qetnikëve, të cilët pa mëshirë e breshruan askonën e tyre të gjelbërt, si duket të shënjostruar dhe të fokusuar. Ky ka qenë bilanci i vitit 1998, prandaj e kum quajt punë maji. Pastaj, me 25 të vitit 1999, pas mesnatës, do më thënë rrok 26, në fillimin e betejës së Hamovcit, apo betejës së Mileskës, sepse në Hamovcë zë fill ngjizet beteja e Mileskës, duke vazhduar ofenzivat e villishtës së Samadragjës edhe të bunarit të Saitit në Samadragjë. Në këto prita e në këto ballafaqime përjetësohet bekim Abdullah Sylka i Rahovecit në Hamovcet, kurse në të njëjtën ditë në burgun e Dubravës ekzekutohen Avni Bexhet Thaçi i Retis, Besim Malik Aziz Kabashi i Opterushës, Isuf Reshit Berisha i Drenovcit, gjithashtu ushtari ynë. Kurse në luftimet e Samadragjës, prej bunarit të Saitit deri te villishtët e Samadragjës, përjetësohen Demir Shaib Demira i Samadragjës, Avni Recep Hoda i Samadragjës, e në luftimet në grykën e Brestosit, në Leqe, apo Parakatunde, Luqe dhe Parakatunde, përjetësohen dy djelmosha ma të rinj që e kishte brigada 124, Gjevat Ahmet Elshani edhe Alajdin Plamur Elshani, të dytë nga Brestosi. Beteja në villishte vazhdon edhe pas përjetësimit të dy dëshmorëve të Samadragjës, përjetësohen pothuajse komplet stafi i ndihmësve mjekësor. Bujar Shevqet Thaçi i Retis, jeton Ali Kabashi i Opterushës, Hyshen Hamit Hoti i Samadragjës, Sinan Baram Hoda i Samadragjës, Rushdia Gjijupa i Sudençanit, Nehat Ismail Jupa i Sudençanit, Omer Jemin Gega i Sudençanit, Valon Met Myrtaj i Uqës së Istogut, Arif Bina Gashi i Sudençanit, Nazmi Haki Hasani i Randubravës dhe Agron Islam Bityqi i Prizrenit, kurse pjagoset randë për vdekje
Manusha Ahmet Berisha i Krushës së vogël, i cili përjetësohet tek me 30-31 në Romaj të Hasit. Në frontin të tehet e Mullabazve ose pika 439 që sulmonte aksin rrugor të plepat të Celinës me njësitin që komandante profesor dhe komandant Smajl Latifi, i përjetëson dëshmorët Gjevdet Ibrahim Krasniqi i denjit të Rahovecit edhe Milaim Recep Morina i denjit të Rahovecit. Kurse në vijen Luqe dhe Parakatund, të lama e Gjepës përjetësohet Selim Avdi Berisha i Brestosit, Sadedin Bajram Hajda i Rahovecit, i vllai i general Tonit, heroj të Kosovës, dhe me gjithë Murtezan Mustafa i Rahovecit. E sot, në ditën e sotme, ka ora 12:30 këtu jemi ballafaquar, këtu i vendi, ma mërmendje i thonë Mileska, po është dashur të trupojmë, të marim aksin rrugor, pavarësisht sa viktime do të kemi. Ka qenë urdhër i komandant Tahir Sinanit me operacionin ka komanduar Skënder Hoxha. Unë jam personi ma ka marrë mendje që këta djem i kam pritur mirë, u kam ndihmuar mjaftë dhe i kam bu në dhedu, me thani i kam varosur, njeri prej dëshmitarve. Prandaj edhe pas do të ubimit dëgjoj, a e benak puti ki profesorin e rajti, po hani folni ju të tjera të tërë nëse unë po ju raj. Beteja ka qene përgjakshme, 4 metra, 5 metra distancë. Tash, burrat që do të shkojnë në tjetë e vendi, do të shohin vetëm rrugën në Kandar, a i vend quhet Vneshtin e Hasanit. Lufta ka qene për bal, dhe ka ora 13:30, Bilentjevici ka deklaruar se kemi luftuar 7 orë. Nuk ka qene vërtet. Jemi shpartaluar edhe na, edhe ata, ma mërmendja për një 90 minuta derisa ka fillu me ra një rikëshihu. Kështu, Mileska kupizohet me Nagafcin, me Krushën e Madhe, me Randu Bravën, Retin, edhe përjetësohen heroikisht Habib Jakub Gashi, i pari, duke tentuar për të avancuar ka vija e parë, do me thanë që tu afrohet shkjeve dhe pak ma shumë. Pastaj Bedri Bajram Berisha, një 5 metra, 10 metra largë meje, Kurtish Bajram Hasani, po thuaj se në gjitë me mua, Ismail Melush Gashi, pak ma largë se unë, për një 20 metra, Mensur Ziver Zybera edhe pak ma poshtë, kurse me plak të rënda, dalin, shpëtojnë për kësaj beteje, Recep Nez Krasniqi, profesor Recep Nez Krasniqi Rejgj Morali, me një 7-8 plak në trup, po, Isaj Gashi i Krushës së Madhe, emrin e babës nuk e di, edhe Selife pa i Gashi i Hoqës vogël. Kështu, prandaj e kom qujt punë maj i shtrejt i ushtrisë shqiptare të Kosovës, prej 25 deri me 28 maj përjetësohen rrafsh 26 luftëtar këtu, edhe Manushi 27, dhe 3 të plagosur, plus 3 të ekzekutuar në burgun e Dubravës. Ky front, kjo vijë zjarit në ka kushtuar rrafsh 30 luftëtar, për 3 ditë lufte. E tash, kujt ja ban ftyra, mutal, me ndi lodhje për të nderuar, në të ban në ndërgjegjen e vetë. Po e di që edhe fronte tjera, në këtë fund maj nuk kanë shpëtuar ma letë. Lavdi dëshmorve të rënë këtu në betejën e Mileskës. Lavdi gjithë dëshmorve nga kanë rënë anë mbanë Kosovës. Lavdi gjithë dëshmorve që kanë derë gjak për të parë sot këtë dritë. Juve ju falemderit, Zoti ju nderot, u apaqim borgjë dhe u akthefshim në dasma e në gëzime. Falemderit.